momenti më i bukur i jetës? Nështë lindja fëmijëve. Dhuratën e amon me dhuratën më të bukur s'ta ka. Po, kur jena feju. Po, parfim ka qenë aty rrugën koha pak fukarallëk. Gjën më të vështirë që ke pas, sfidën apo Kam pas humbje në një fëmijë, në lindja, dhe që ajo kon më e vështira jetës. A mendon ti që është në rregull mu majtë gruaja në krah të burrit? Mos me punu. Ja, nuk u bën hiç. Pa punë të dytë. Me njerë mas luftës s'kena pas edhe mundësi me bo dasë ma të dhaja, veç dasëm. Mend. Mend. Mbon mend që sa kujni bashkë. Po qysh mos me majtë mend? Hajde sa. Që 28. 28 vite. Po. Me mëset vet. Me propozim, po. Me propozim. Po. E çka e kam bojt ka gjatë dashurinë ju? Cili është ai? A mi thon sekret ajo? Sinceriteti. Sinceriteti. Patjetër. Shumë. Cili është momenti më i bukur i jetës? Nështë lindja fëmijëve. Përveç kësaj e diskutoj pjesa më e bukur. Po. E dhuratën e amon me dhuratën më të bukur s'ta ka. Po, kur jena feju. Po, parfim ka qenë aty rrugën koha pak fukarallëk. E për juve? Po foli kjo. Ne të jo. Se kriva, alo. Tregona gjën më të vështirë që ke pas, sfidën apo Kam pas humbje në një fëmijë, në lindja, dhe që ajo kon më e vështira jetës. Po. Ai ka qenë. Po, vështirësia më e madhe, po. Ka qenë lindja e parë dhe humbja e fëmijës normal është shumë e rëndë. Tash sa fëmijë ke? I kam edhe 2 fëmijë tjerë. Zoti i pashmit të gjatë. Faleminderit. Na trego si e shihni dashurinë sot jo. Jo si e jona, pak ma për interes, për gjona materiale, për shumë. E tradhtia apo ka? Qysh po dëgjohet se nuk vidim na. Po ka dhe tradhti shumë. Do të thonë po këshyrin më shumë për interes edhe atë pjesën e luksit. Super lukse. A mendon ti që është në rregull mu majtë gruaja në krah të burrit? Mos me punu. Ja, nuk u bën hiç. Pa punë të dytë. Të dytë duhet me punu për me arrit diçka, për me mbajt familjen dhe për me jetu normal. Po tash ka çdo grua që me mujt me bëj diçka. Ju vetë apo nane? Po, Se sa ko? që 25 vjet, 26 gati, prej me njerë që e martu. Prej që martu më thonë, Po. para se martu s'ke qenë të punë. Atëre, ka qenë koha e luftës edhe. Po. Sa vjet që ke pas kjo? 25 gati. Mango ke ko, në pritas mund të tunaj në 19 vjeta. Për para, se ka qenë koha e luftës, nuk na ka dha mundësia me punu, po. A bo dorësën të madhe tregon? Jo. Me njerë mas luftës s'kena pas edhe mundësi me bo dasë ma të dhaja, veç dasëm. E çfarë mendimi ki për në mushtri vajzat që bujnë fëmijë në shtalo, pa janë mbush 20 vjet? S'kisha preferu, vallaj, njerë me mri pak, me bo. Se jo mendon që janë tafta ta quajmë për me rrit një fëmijë kur vetë janë Parën mbushur. prej personalitetit dhe prej pjekuris, po me rëndësish me kry shkollën, me bo e zoja punës, tani edhe me përjo dhe familje normal, edhe jo shumë vonë, se edhe vonë keq, po mbas 25 vjetë, ka ko. Po, pa tjetër, pak ma. Perfekt. Po, Në 30 i kryjnë fëmijët edhe je pak, po. A je pishmën për diçka në jetë? Jo, nështë pak për me arrit hala ma shumë profesion. Që s'ka një profesion, a me Unë jam infermiere, po. Tregona pak, sa është e vështirë puna jote si infermier? Tash Nuk është edhe lehtë, e dim Nuk është krejt. lehtë, po dhe nuk është e vështirë kur e don profesionin. Nëse e don e bën me ndershmëri, kënaqesh kur i ndihmon dikujt, kur i shnosh, kur i shet që po shkojnë në shtëpi mirë, të shnosh, po. Sa jeni të ndjeshëm jo mjekët, infermierët? Raste të ndryshme ka qenë shumë ndjesh. Si e menaxhon atë situatë kur ti vjen një rast është shumë i rëndë? Se Që nuk di na me heq pakon, përshkru, veç nuk di me për përshkru, është shumë e rëndë. Sidomos fëmijë të rit me smundje të rënda, është shumë rëndë për neve. Sa është e vështirë të qenë në vendin tonë, në Kosovë infermiera? Po, që tash për momentin janë kushtet pak më të mira, edhe të punës, dhe a menjerë mas lutje kanë qenë shumë të vështira, shumë vështirë, shumë vështirësi të mëdha kena pas në punë. Tashti është shumë më mirë. Po. Shumë si që të komentojmë me neve. Faleminderit. Ka që s'ka, po motra gjithmonë është ma apet nga në të vllavi. Nona është nonë, nuk e zevenin, po pas nonës motra është 100%. Nështë ta ma shumë ja kalon. Dhanur t'i respektojnë fort. Dhonëri mirë, që ta donë motrën, duhet me respektu, është vlerë me respektu dhonërin. Gjaja ma e bukur një jetë, kur sa është që vi, unë pret dikush edhe më thot lumi unë kush erdha. Ajo ka rastis me pa për shembull motrë e vllazë që se kalojnë mirë. Ka që s'ka, bre. Ka që s'ka, po motra gjithmonë është ma apet nga në të vllavi. A më nuk e të bu motra si nane e dyqët? Po që se. Nona është nonë, nuk e zevenin, po pas nonës motra është 100%. 100%.
ndoshta më shumë ja kalon. Me dhënur të shtëpi çaj ki punë, çfarë kalon? Me dhanur të respektojnë fort, na shumë. A mund me të bësi vllazni dhënë? Po, Po, a? po, dhonë mirë që ta donë motrën, duhet me respektu, është vlerë me respektu dhonërin. Është shumë vlerë madhe. Lumi ai që din me respektu dikan, edhe respektin e merr prap. Se o diçka që sillet, anasjelltas. Edhe një pyetje për fund, cila është gjëja më e bukur që ka ndodhur në jetë? Që s'm ka ndodhur mua hal. Ka ndodhur gjëja më e bukur në jetë? Ho, unë po pres me ndodhë halo. 100%. Ndoshta më shumë ja kalon. Dhanurt i respektojnë fort. Dhonëri mirë që ta donë motrën, duhet me respektu, është vlerë me respektu dhonërin. Gjëja më e bukur në jetë, kur sa është që vi, unë pret dikush edhe më thot lumi unë kush erdha. Ajo ka rastisë me pa për shembull motra vëlla që se kalojnë mirë. Ka që s'ka bre. Ka që s'ka, po motra gjithmonë është ma apet nga në të vllavi. A më në të bu motra si nane e dyqë? Po që se. Nona është nonë, nuk e zemenin, po pas nonës motra është 100%. 100%. Ndoshta më shumë ja kalon. Me dhënur të shtëpi çaj ki punë, çfarë kalon? Me dhanur të respektojnë fort, na shumë. A mund me të bësi vllazni dhënë? Po, Po, a? po, dhonëri mirë që ta donë motrën, duhet me respektu, është vlerë me respektu dhonërin. Është shumë vlerë madhe. Lumi ai që din me respektu dikan, edhe respektin e merr prap. Se o diçka që sillet, anasjelltas. Edhe një pyetje për fund, cila është gjëja më e bukur që ka ndodhur në jetë? Që s'm ka ndodhur mua hal. Ka ndodhur gjëja më e bukur në jetë? Ho, unë po pres me ndodhë halo. Gjëja më e bukur në jetë, kur është që unë kur vi, po tham për këtu. Sa është që vi, unë pret dikush edhe më thot lumi unë kush erdha. Kush erdh? Edhe kur i bo baba. Po. Po, do më thonë, ka shumë gjona që nuk mujna mi përshkru, po është një diçka që vendinja neve në tërhek shumë, edhe E për juve si motor, cila sakrifica që e ke bu? nuk jo ka bu shumë. Zdi, valaj. Jo më ndo, pa zdi. Zdi me do diçka që kom bo. A i motra e modhe, kalëzëm? Madhja, po. E, modhe, a gjithë me e veçarë. Më në emë është motra me modhe dhe dojnë mas shumë, te. I përendrej shumë për kohën që gjatet me ndo me neve. Gjithçka. Ka lufë shibukën e pushirit. Edhe një urime festën gjithë shqiptare, ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, gjithë shqiptarëve kudo që janë. Si ata musliman, si ata katolik, po gjithë shqiptarëve, ai që 1 vjetër shqiptar, urime ditëlindja e Gjergj Kastriotit. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve. Mirupafshim. Mirupafshim.